Sodoma nuk ishte thjesht një qytet i humbur. Ishte një vend ku e keqja ishte bërë mënyrë jetese. Njerëzit kishin humbur çdo ndjenjë turpi dhe mëkati ishte kthyer në argëtim. Lot jetonte aty prej vitesh, por asnjëherë nuk ishte ndjerë pjesë e tyre. Ai shihte padrejtësinë që ndodh çdo ditë dhe e kuptonte se zemra e qytetit ishte kalbur. Zoti nuk i harron kurrë popujt dhe Lot e ndjente se një dënim i madh po afrohej. Nedve, ai ngrinte syt drejt qiellit dhe pyeste veten se sa gjatë do të zgjaste durimi hyjnor. Gjithçka rreth tij dukej normale për banorët e Sodomës, por për të, çdo bërtitje, çdo festë e shthurur ishte një thik në shpirt. Ai nuk mund të largohej pa urdhër, por as të jetonte i qetë. Dhe pikërisht kur mendonte se nata do të ishte si gjithë të tjerat, dy hije të çuditshme ju afruan portës së qytetit, duke sjellë një ndryshim që askush nuk mund ta imagjinonte. Mbrëmja kishte rënë dhe rrugët ishin mbushur me zhurma, por askush nuk vuri re dy burrat misterioz që kaluan portën e qytetit. Ata nuk ishin të zakonshëm. Sytë e tyre shkëlqenin me një qetësi që nuk i përkiste kësaj bote. Loti vuri re menjëherë. Ishte si të shikoje dritën në mes të errësirës. Pa hezituar, ai u afrua dhe i ftoi në shtëpinë e tij, duke e ditur se Sodoma nuk ishte e sigurt për të huajt. Në brendësi të shtëpisë, atmosfera ndryshoi. Mysafirët flisnin pak, por çdo fjalë dukej e mbushur me autoritet. Loti kuptoi se ata nuk ishin thjesht udhëtar, por të dërguar. Tensioni u rrit kur turma jashtë filloi të afrohej. Njerëzit e Sodomës kërkonin t'i poshtëronin të ardhurit, por Loti u vendos në derë për t'i mbrojtur me jetën e tij. Në atë moment, të dërguarit u qua në këmbë dhe qielli sikur u hap brenda dhomës. Turma jashtë shtëpisë së Lotit nuk ishte një grup i zakonshëm qytetarësh të zemruar. Ishte një masë njerëzish të konsumuar nga epshi, urrejtja dhe shthurja. Ata e dinin se mysafirët nuk i përkisnin Sodomës dhe sipas ligjeve të tyre të prishura, kërkonin t'i poshtëronin në mënyrën më të urryer. Goditjet në derë u bën gjithnjë më të forta. Lot u përpoq t'i lutej turmës, por askush nuk dëgjonte. Zërat e tyre ishin si kafshë të egra që kërkonin gjahun e tyre. Ndërsa Lot përpiqej të fitonte pak kohë, dy të dërguarit u ngritën ngadalë dhe një dritë e fortë hyjnore shpërtheu në dhomë, duke mbërthyer gjithë hapësirën me një atmosferë që mbyste çdo gjë njerëzore. Ata shtrin dorën dhe turma jashtë u verbua, duke u rrëzuar në tokë si të goditur nga një forcë e padukshme. Lot e kuptoi se kjo nuk ishte më çështje njeriu, Zoti kishte ndërhyrë. Engjëjt e morën Lotin dhe i thanë qartë: "Koha jote në këtë qytet ka marrë fund. Merr familjen tënde dhe ik menjëherë. Dënimi ka zbritur." Dhe kështu filloi ikja më dramatike e jetës së tij. Pas verbimit të turmës, engjëjt e kapën Lotin për krahu dhe e çuan drejt dhomës ku ishin familjarët. Fytyra e tyre ishte e zbehtë, plot frikë dhe paqartësi. "Duhet të ikim tani," tha Lot me zërin që i dridhej. Engjëjt nuk i lanë kohë për pyetje. Ata e dinin se minutat të çmuara po vumbnin. Jashta, qyteti ende nuk e kishte kuptuar katastrofën që po afrohej. Njerëzit endeshin në rrugë të hutuar nga verbimi, ndërsa një heshtje e çuditshme qëndronte pezull mbi qiell. Ndërsa Lot, gruaja dhe dy vajzat e tij po largoheshin, engjëjt u shfaqën para tyre dhe thanë: "Mos shikoni mbrapa, çdo kthim është dënim." Lot e kuptoi se ky urdhër nuk ishte thjesht simbolik. Diçka shumë më e frikshme po vinte. Ajri filloi të dridhej, si para një stuhie të madhe. Për herë të parë, Lot ndjeu peshën e plotë të gjykimit hyjnor. Nuk ishte më paralajmërim, ishte ekzekutim. Qyteti pas tyre filloi të zjej si një kazan përpara shpërthimit. Ndërsa po ngjiteshin larg qytetit, qielli mbi Sodom filloi të hapet në mënyrë të frikshme. Re të zeza, të trasha dhe të mbushura me zjarr u mblodhën në një vorbull që dukej si gjëma e fundit e njerëzimit. Lotit i dridheshin këmbët, por ai nuk guxoi të ngadalsonte. Zërat e ëngjëjve ishin të qartë, të prerë dhe të mbushur me autoritet hyjnor. "Mos u ndalni, mos shikoni mbrapa." Pastaj ndodhi. Drita e parë viki tokën me një shpërthim që dridhi malet. Flak të bardha dhe të verdha shpërthyen nga qielli, duke përfshirë shtëpitë, tregjet dhe sheshet e Sodomës. Urrërimat e njerëzve që kishin tallur Zotin mbushën natën. Ishte një tragjedi që askush nuk mund ta harronte. Loti dinte se nuk po shihte thjesht shkatërim,
po shihte drejtësi. Vajzat e tij mbanin kokën ulur, të mbuluara nga frika. Gruaja e Lotit, megjithatë, ndjente një forcë të brendshme që e tërhiqte pas, drejt kujtimeve që ajo nuk mund t'i linte. Dhe kjo dobësi do t'i kushtonte gjithçka. Ndërsa flakët glabëronin qytetin, gruaja e Lotit dëgjoi ulërimat që vinin nga pas. Zemra e saj ngrihej në fyt. Ajo kishte lënë gjithçka, shtëpinë, gjërat, njerëzit që njihte. Dhimbja e humbjes u bë më e fortë se frika e dënimit. Loti bërtiti, mos e kthe kokën, por ajo tashmë po luftonte me dëshirën për të parë edhe një herë vendin ku kishte jetuar gjithë jetën. Ndoshta kishte shpresë, ndoshta ndonjë gjë kishte shpëtuar. Ajo ndaloi një çast, syt i u mbushën me lot, dhe pastaj ajo e ktheu kokën. Në atë sekond, ajri rreth saj u ngurtësua. Trupi i saj filloi të ngrihej sikur një fuqi e padukshme e kishte shtrënguar. Lëkura u mbulua me kristale të bardha kripe. Duart, fytyra, flokët, çdo pjesë e trupit u mpiks në një statujë të heshtur. Vajzat u lëritën. Lot nuk u kthye. Ai e dinte se dënimi ishte i pakthyeshëm. Humbja e saj do t'i ndiqte përgjithmonë. Lot dhe dy vajzat e tij ecën për orë të tëra, të shkatruar emocionalisht dhe fizikisht. Pas tyre, qielli ishte ende i ndezur, por përpara shfaqeshin malet e heshtura, si vende të paprekura nga mëkati. Engjëjt, pasi i kishin quar deri aty, u zhdukën pa gjurmë. Lot ra në gjunjë. Fryma e tij ishte e rëndë, e mbushur me dhimbje dhe falënderim njëkohësisht. Vajzat u përpoqën ta ngushëllonin, por frika e së panjohurës po rritej. Ata nuk e dinin çfarë i priste në malet e moçme. Lot i çoi vajzat drejt një shpelle të vogël, ku vendosën të pushonin. Asnjë tingull nuk vinte nga jashtë, vetëm era e ftohtë që përplasej me gurët. Lot, i lodhur dhe i thyer, mendoi për të ardhmen e fëmijëve të tij. A do të kishte një vijim të familjes së tij? Çfarë do t'u ndodhte atyre treve në këtë vend të shkret? Ai nuk e dinte se vajzat tashmë po mendonin për diçka shumë më të errët. Ditët në malet e largëta ishin të heshtura dhe të ftohta. Lot dhe vajzat e tij jetonin në një shpellë të vogël, duke ushqyer veten me ato pak gjëra që mund të gjenin. Çdo mëngjes, Lot dilte jashtë për të kërkuar ujë dhe dru, ndërsa vajzat qëndronin brenda duke parë dritën që hynte nga hyrja e shpellës. Me kalimin e kohës, një frikë e re filloi t'i pushtonte. Ata mendonin se bota kishte marrë fund, se askush tjetër nuk kishte mbjetuar përveç tyre. Lot nuk fliste shumë. Ai ishte i thyer nga humbja e gruas dhe shkatrimi i së kaluarës së tij. Vajzat e shikonin çdo ditë si dobësohej emocionalisht. Për ta, ideja e zhdukjes së familjes ishte po aq e frikshme sa vetmia. Nëse ne jemi të vetmit që kanë mbetur, atëherë fara e babait ton do të zhduket, tha e madhja një natë. Aty, në atë shpellë të humbur, lindi një plan i errët. Një vendim që do të ndryshonte fatin e gjithë breznimeve që do të vinin. Në natën që pasoi, vajza e madhe e Lotit nisi të fliste qetë, ndërsa babai i tyre flinte i raskapitur. Nuk ka më burra në tokë që të mund të na marrin, tha ajo. Ne duhet të sigurojmë që familja jon të mos zhduket. Vajza më e vogël hezitoi. Ajo e dinte se një veprim i tillë ishte kundër ligjit të Zotit, kundër çdo gjëje që kishte mësuar. Por frika i errësonte mendimet. Për to, kjo nuk ishte epsh, por mbijetesë. Do t'i japim babait ton verë, tha e madhja, dhe kur ai të flej, ne do të vazhdojmë farën e tij. Ato e dinin se Lot nuk do të pranonte kurrë në vetdije, dhe kështu vajzat nisën të përgatisin planin. Ata gjetën fruta të egra që mund të shndroheshin në një lloj fermentimi primitiv. Ishte një natë e gjatë, e mbushur me lot dhe dridhje. Asnjëra nuk ishte e sigurt, por bindja se ishin të fundit njerëz në tokë i shtyu drejt fatit të tyre tragjik. Lot, i lodhur nga ditët e randa dhe dhimbja e humbjes, ra në gjumë të thella të natë. Vajza e madhe e përgatiti pijen, një fermentim i thjeshtë që krijonte një efekt të fortë. Ajo ja dha babait dhe Loti i paqartë dhe i dobët e piu pa dyshuar. Ndërsa nata përparonte, drita e zjarrit dridhej në muret e shpellës. Vajza e vogël qëndroi në një cep, e mbuluar nga pafuqia dhe frika. Vajza e madhe mori hapin e parë. Ajo nuk e shihte veten si mëkatare, por si një mbrojtëse të emrit të familjes. Lot nuk ishte i vetëdijshëm për asgjë. Ai nuk foli, nuk u zgjua,
nuk reagoi. Ishte një gjendje e errët ku njeriu dhe situata nuk dalloheshin më. Kur gjithçka mbaroi, vajza doli jashtë shpellës të merrte frym. Qielli ishte i errët dhe yjet dukeshin sikur e shikonin me qortim. Ajo e dinte se çfarë kishte bërë, por edhe se çfarë mendonte se kishte shpëtuar. Të nesërmen, vajza e madhe i tregoi motrës se Lot nuk kishte kuptuar asgjë nga nata e kaluar. Tani është radha jote, tha ajo, duke u përpjekur ta bindë me të njëjtat fjalë që ja kishin shtyar vetes. Mbijetesë, vazhdim e ardhme. Vajza e vogël ishte më e brisht. Zemra e saj ishte ende e mbushur me frikë dhe faj. Por ajo nuk dëshironte të mbetej e vetme. Të ishte gruaja e fundit pa mundësi të linte jetë. Atë natë, vajza e vogël i dha Lotit të njëjtën pije. Ai ra përsëri në një gjumë të thellë pa vetë dije për ato që po ndodhnin. Vajza e vogël e kreu aktin me Lot që i rridhnin në faqe, duke e ndier peshën e mëkatit, por edhe të amanepit të rrem që mendonte se mbante. Kur gjithçka mbaroi, ajo u struk në një qoshe të shpellës dhe qau në heshtje deri në mëngjes. Kjo natë e shënjoi përgjithmonë. Pas disa javësh, Lot filloi të shihte ndryshime te vajzat e tij. Ai i njihte shenjat që nuk mund të fshiheshin. Zemra e tij u drodh nga një frikë e papërshkrueshme. Kur i pyeti, ato nuk e fshehën më të vërtetën. Nuk kishte më burra, baba. Mendonim se bota kishte marrë fund. Ti ishe i vetmi që kishte mbetur, tha e madhja me zë të dridhur. Lot u trondit. Ai ra në tokë duke mbajtur kokën me duar. Nuk ishte asnjë fjalë për të përshkruar dhimbjen që e rrethoi. Ai e mori veten me zor ndërsa vajzat rrinin të ulura pranë, të trembura nga reagimi i tij. Lot e dinte se ato kishin vepruar nga frika, por e dinte po ashtu se frika është një armik i keq që mund të çojë në mëkat. Ai nuk i mallkoi, nuk i dëboi. Vetëm qau dhe ju lut Zotit për mëshirë mbi familjen e tij. Në heshtje, ai pranoi dënimin dhe pasojat e vendimeve të tyre. Vajzat e Lotit lindën 2 djem, dhe secili nga ata do të bëhej themeluesi një populli të madh. Djali i vajzës së madhe u quajt Moab, dhe nga ai lindi populli Moabit. Djali i vajzës së vogël u quajt Ben-Ami, prej të cilit lindën Amonitët. Këta popuj, me kalimin e shekujve, do të kishin marrëdhënie të ndërlikuara me Izraelin, herë armiq, herë aleat, por gjithmonë të lidhur përmes kësaj historie të errët. Lot e rriti fëmijët me dëmshuri, duke u përpjekur të mos i lejonte t'i ndiqte hija e mëkatit që i solli në jetë. Ai i mësoi ata për Zotin, për drejtësinë dhe dënimin, për mëshirën dhe gabimin. Për Lotin, ata ishin fëmijë të pafajshëm, dhuratë që duhej mbrojtur. Por historia e tyre do të mbetej përjetë si kujtesa asaj nate të errët që lindi popull të mëdhenj, por me fillime të dhimbshme. Loti jetoi pjesën tjetër të jetës së tij mes heshtjes dhe reflektimit. Ai nuk u kthye më kurrë në qytet. Ai e dinte se Sodoma ishte për një shembull i drejtësisë hyjnore, por jeta e tij personale ishte një shembull i tragjedisë njerëzore. Ai e deshi familjen e tij, edhe kur gabimet e tyre ishin të rënda. Çdo ditë lutej që Zoti të mos e fajsonte më shumë se sa meritonte. Vajzat e tij, tani nëna, e respektuan dhe e mbështetën, duke kuptuar se Loti kishte bërë gjithçka që mundej për t'i mbrojtur. Ai vdiq në moshë të thyer, i rrethuar nga nipër që nuk e dinin kurrë misterin e lindjes së tyre. Por në zemrën e tij, Loti e dinte se Zoti është më i madh se mëkati, më i mëshirshëm se dënimi dhe më i butë se faji. Historia e Lotit nuk është thjesht tragjedi. Është një paralajmërim për njerëzit e çdo epoke. Ajo tregon se si mëkati një populli mund të sjellë shkatrim, si frika mund të shtyjë njerëzit drejt vendimeve të gabuara, dhe si mëshira mund të mbijetojë edhe në errësirë. Loti mbeti një figurë që sfidon kohën, një njeri i drejtë mes mëkatarëve, një baba që mbrojti vajzat e tij, një mbijetuar që humbi pothuajse gjithçka. Popujt që lindën nga vajzat e tij do të luanin role të rëndësishme në historinë e rajonit, duke treguar se edhe prej fillimeve të errta mund të lindin kombe të mëdha. Sot, historia e Lotit na mëson forcën e ligjit hyjnor dhe brishtësinë e natyrës njerëzore. Është një zë që vjen nga kthinat e lashta të tokës shenjtë dhe që ende flet. Mos e nënvlerëso kurrë dritën e Zotit, edhe kur gjithçka përreth është errësirë.